إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رازين درو تاني مليان الله سبحانه وتعالى كم يريتور ديرت حديثي جاشند nga mota Imam Malikut dhe jemi në librin e gjenazeve, kaptina e gjenazeve dhe kaptina e gjenazeve thot çfarë libri që ka të bëjë me çfarë bëhet me gjenazet kur të vdek muslimani, se çfarë të bëhet me të dhe çfarë janë hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam në këtë punë. Këtë vazhdon dhe thot kaptina ghaslu al-mayyit, thot larja e të vdekurit. Larja e të vdekurit është obligim. Muslimani duhet të lahet kur të vdes, duhet të lahet gjenazja e muslimanit dhe të vishet me qefin, përveç nëse është shahid, nëse për shahidi i betejës, muslimani që lufton që fjala e Allahut të jetë më e larta dhe vritet në betejë, ati nuk i lahet gjenazja edhe as nuk veshet me qefin, por varroset në ato rroba që ka qenë, në atë gjak që ka qenë, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ai ngjallet duke i rrjedh gjaku dhe gjaku i tij do të ketë erën e miskut. Gjaku i tij do të ketë erën e miskut. Vazhdon Imam Malik thot Malik an Ja'far ibn Muhammad an nabihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghussila fi qamis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghussila fi qamis. Maliku transmeton nga Ja'far ibn Muhammad nga babai i tij se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është larë dhe t'ju ka larë gjenazja në këmish. Domethënë, pse kjo? Nga se njerëzit kur të i larë gjenazja, i hiqen rrobat njeriu kur të vdes. Dhe mbulohet me një leck në pjesën e turpshme të tij. Përveç Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka vdek Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sahabët kanë diskutuar me një tjetrin se si do të bëjnë me rrobat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke diskutuar, disa kanë thënë duhet ta zhveshim që ta lajm, disa tjerë kanë thënë jo, nuk bën ta zhveshim. Dhe Aisha radhiyallahu ta'ala na tregon se duke qenë thot i ka marrë gjumi të gjithë. Dhe e kanë dëgjuar një zë duke i thënë, dhe nuk e kanë ditë kush ka thënë që Rasulullah sallallahu të mbetet në rrobat e tij. Do të mos i hiqen rrobat e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, dhe e kanë lapi pejgamberin sallallahu duke pas këmishën e veshur sallallahu alaihi wasallam. Këmisha ka sikur xhelabia e arabëve që është e gjatë, me ato thotë e kanë lapi pejgamberin sallallahu dhe nuk e kanë zhvesh Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, por e kanë la mbi rroba, kanë qit ujë mbi rrobat e tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Malik عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرقتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. فقال اشعرنها إياه تعني بحقوه إزاره صلى الله عليه وآله وسلم. عطية رضي الله تعالى عنها الأنصارية كانت një prej grave të ansarve
dhe ka qenë, thot, e njohur që i ka la xhenazat e grave, e thot që pejgamberi sa thot është fut te ne kur kemi qenë duke kur ki ka vdek bia e tij, kur ka vdek bia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë Zenebi. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 4 bija. E ka pas Kulthumin, Zejnebin, Ruqayyan dhe Fatimen radhiyallahu ta'ala anhun. Zejnebi e ka pas burr Ebul Asin radhiyallahu ta'ala anhu. Zejnebi ka vdek në gjatë jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ruqayya dhe Kulthum, këto kanë qenë gratë të Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Kur ka vdek njëra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë tjetrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë pas njëtën kopje të dyja, se është ndaluar një kohë me pas njëri 2 motra, mi bash 2 motra, mirë po pejgamberi sallallahu kur i ka vdek tjetra e ka jap tjetrën. Dhe njeriu vetëm në histori që njihet që i ka martu 2 goca, 2 bija të një pejgamberi është Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu. Këto 3 çikat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka vdek gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetëm Fatimia radhiyallahu ta'ala anha ka jetu mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka jetu vetëm 6 muaj. Dhe ka vdek 6 muaj mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga mërzia e madhe që ka pas për vdekjen e babait të saj radhiyallahu ta'ala anha. Atiya thotë që kur ka vdek bia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë lanë 3 herë ose 5 herë ose më shumë herë me ujë dhe sidër, thotë uji të jetë i përzier me sidër. Sidër është një thot mas që mirret nga pema e sidrit që rritet në shkërtirat e Arabisë, dhe ka erë të butë dhe të mirë, është sikur lloj sapuni, mirë por nuk është sapun, është sidër, nga se ai e zbut lëkurën dhe trupin e xhenazës, dhe ka thonë lanë 3 herë 5 herë deri në 7 herë ose 3 herë 5 herë ose më shumë. Do të thonë lanë tek herë. Dhe në larjen e fundit thotë bëni futni edhe kafur. Kafuri është po ashtu një bim, një pemë që ka aromë të mirë, dhe të shtoni edhe këtë kafurin, dhe ose diçka nga kafuri. Thotë edhe kur ta përfundoni thotë më lajmëroni. Thotë dhe kur përfunduam thotë na lajmëruar, thotë atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë izarin e tij. Izari është rroba e poshtme. Rroba e poshtme, sikur haxhit edhe umrëzit kur shkojnë në umrë që kanë pjesën e poshtme të rrobës, atë rrobë ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë këtë rrobë veshjani drejt në trupin e saj. Thotë me këtë rrobë mbështjellni së pari. Me këtë rrobë mbështjellni së pari, thotë me këtë rrobë të rrobën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbështjellni me parë se të arrijë bereqetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një gjë që ka prek trupin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, me këtë e ka ndëruar bien e vetë pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me këtë punë ka ndëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bien e tij radhiyallahu ta'ala anha. Dhe e kanë vesh me këtë, thotë me kjo ka qenë ngjitur me trupin e saj radhiyallahu ta'ala anha. Pastaj thotë Malik an Abdullah ibn Abi Bakr anna Asma bint Umays imra'atu Abi Bakr as-Siddiq غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا. Maliku transmeton nga Abdullah ibn Abi Bakri radhiyallahu ta'ala anhum se Asma binti Umays, gruaja e Abu Bakrit radhiyallahu anha, Asma binti Umays, gruaja e Abu Bakrit radhiyallahu ta'ala anhum. Asma binti Umays ka qenë një prej grave të sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë e martuar me Ja'far at-Tayyarin, vllajën e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, kur ka ra shahid në betejën e Mu'tas, Ja'far at-Tayyari e ka marrë për gru këto, masi është pastruar, ka marrë për gru Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. E kur ka vdek Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ka marrë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu për gru. Sidoqoftë, Asma binti Umays ka qenë në atë kohë gru e Abu Bakr radhiyallahu ta'ala. Atë ajo e ka la Abu Bakr radhiyallahu anhu kur ka vdek. Abu Bakri ajo e ka la Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhum. Pastaj ka dalë dhe i ka pyet muhaxhirët që kanë qenë, ka thonë, sot është unë ka thonë jam agjërueshëm, edhe është një ditë e ftohtë, ditë shumë e ftohtë. Ka thonë, a duhet të lahem?
ata i kanë thonë jo. I kanë thonë jo, nga se ka hadithe që ai që e lan xhenazën të lahet. Dhe kjo është ndoshta ka dëgjuar këtë hadith, prandaj ka pyet. Ata muhaxhirët kanë pas mendimin që nuk është obligim larja, mirë po është më mirë të lahet njeriu masi të lan xhenazën. Po ashtu në hadith çfarë kemi diçka tjetër atë se gruaja e lan burrin e vet. Dhe burri e lan gruan e tij. Jo siç është mendimi disa mëdhëve që ndalon gruan të laj burrin e saj pas vdekjes, xhenazën e burrit, ose burri ta laj xhenazën e gruas së tij. Nga se thonë që nikahi mbaron me vdekjen, në kjo nuk është e vërtetë. Nikahi nuk mbaron me vdekjen e njërit nga bashkëshortëve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Aishës radhiyallahu anha me pas vdekti, unë të kisha la, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe po ashtu Aisha radhiyallahu anha ka thonë në hadith vërtet, ka thonë law anni adraktu min amri po ta dija atë çka di tani, ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayru nisa'i. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do ta lanin askush tjetër përveç gratë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do ta lanin askush tjetër përveç grave të tij. Pastaj vazhdojmë thot Malik انه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم احد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يمممنه أيضا. Maliku radiallahu anh thotë se ka dëgjuar ulemat të thonë, nëse vdek një grua dhe nuk ka gra të cilat do ta lajnë ata, ose nuk ka dikën nga mahremat e saj që do ta lajë ata, ose burr të saj që e lan atë, thot atëherë thot i jepet tejemum dhe i përshkruhet fytyra dhe dy shuplakat e dorës së saj me tokë, i përshkruhet me dhej. Dhe Maliku thot edhe njëjtë është kjo, dhe thot edhe nëse vdek një burr dhe nuk ka askë nga kush dhe nuk ka burra që ta lajnë, thot atëherë dikush nga gratë i jep tejemum dhe ashtu e përfundojnë xhenazën e tij. E kjo subhanallahu, kjo rastin gjashëm ka ndodhur gjatë koronës, nga se subhanallahu për shkak të mendimit disa që ka thënë që xhenazja s'bën të preket që ka vdek nga korona, plot prej xhenazave të muslimanëve janë varrosur pa u la xhenazja. Bile edhe shekhu jon Felah Mendekar rahimahullah është varros pa ju la xhenazja, vetëm me tejemum, Allahu musta'an. Vetëm me tejemum është bile disa xhenaze as këto se kanë leju. Disa vende thotë ka ardhur policia dhe i kanë nejt gati të varret, nuk kanë leju që të preket fare xhenazja. Thotë kanë detyruar njerëzit që t'i varrosin familjarët e tyre pa ja la xhenazën fare. Vazhdojmë pastaj thot قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر. Thot Maliku në formën e larjes xhenazës, thot nuk kemi diçka që ka ardhur në hadith nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka formë të saktuar, por lahet dhe pastrohet. Mirë po çe pa hadithin më herët, pejgamberi sa ka thënë lahet në 3 herë. Si do shoh, lahet çysh lahet njeriu. Thotë në fillim i jepet abdest, mas pari thotë i lahen pjesët e turshme të trupit. Pastaj i jepet abdest xhenazës, pastaj i lahet pjesa e djathtë, pjesa e majt. Thotë koka, pastaj dora e djathtë, dora e majt, pjesa e djathtë e trupit, pjesa e majt e trupit, koma e djathtë, koma e majt. Në këtë mënyrë lahet xhenazja e njeriut.
Allahu na boft të vdesim si musliman dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastaj vazhdon thot ma jaa fi kafan al-mayyit. Çfarë ka thot në çefine? Çefini është rroba me të cilët mbulohet xhenozja, me të cilën mbulohet xhenozja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur dikon nga ju i bën çefin e vesh çefinin e vllaut të tij, thotë le të t'ia bën çefinin e mirë, thotë e bën çefinin e mirë, thotë dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë khairu thiyabikum al-bayad, ka thënë rrobat e juaja më të mira janë të bardha. Prej tyre ka thonë edhe të xhenozet veshni, ka thonë me rroba të bardha. Orë xhenozet veshni me rroba të bardha. Rrobat do të jenë 3 rroba, 3 çefina, si çarshafat në cilat mbyllet veshet xhenozja, mbulohet xhenozja, duhet të jenë 3 më së miri, po edhe nëse është një, nëse sa tjetër mjafton. مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është bërë çefin, është bërë çefini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në 3 rroba. 3 rroba, thot 3 çarshafa, më thon 3 çarshafa çefina, 3 çarshafa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 3 çarshafa të bardh. 3 çarshafa të bardh sahulie të Yemenit, thotë kanë qenë. Thotë nuk kanë qenë as këmish, as imame që mbështjellin kokën me të. Thotë kjo është, thotë në këtë mënyrë xhenozja mbështjellet me 3 rroba, me 3 rroba çarshafa, do të mbështjellet ky trupi i xhenozës dhe nuk janë në formë të këmishës, do të thonë nuk kanë mëng, edhe nuk kanë po është tamam vetëm si çarshaf që mbështjellet krejt trupi i njeriu. 3 më së miri është të jenë 3 copa. مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية. برابطة يحيى بن سعيد يترغن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشت باتشفن متري الروضة تبارضة. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت في 3 أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة رضي الله عنها ما هذا؟ فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلة هذا للمهلة. تاش أبو بكر رضي الله تعالى Abu Bekri radiallahu ta'ala e ka pyet Aishën radiallahu ta'ala, bien e tij, nanën e besimtarëve, gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka qenë i smur, thotë, në smundjen që ka vdekur. Me sa të shefina, thotë, është bërë shefin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Aisha radiallahu anha ka thënë me 3 shefina, 3 rroba, thotë, të bardha sehulie. Abu Bekri radiallahu anha ka thënë, merre, ka thënë, këtë thobë që e kam, këtë rrobën që e kam, një rrobë të cilën e ka pasur dhe ka qenë, thotë, e ndotur nga balta apo nga zaferani, thotë, edhe lajen i ka thënë. Thotë pastaj, thotë, më bëni çefin në të me 2 rroba tjera, E Aisha radiallahu anha ka thënë ma hadha, ka thënë çka është kjo o Abu Bekr? Ka thënë Abu Bekri, thotë, i gjalli ka më shumë nevojë për rrobën e re se sa i vdekuri. E kjo ka thënë është për kjo është për çelbin, për ata që do të vdesin. Nga se Abu Bekr nga modestia e tij radiallahu ta'ala anhum, atë rrobën që ka pas, ka thënë këtë bën e çefin timin dhe 2 rroba tjera. Duhet dini një gjë që në kohët e mëdhshme rroba ka qenë e rrallë dhe e shtrejt, dhe Abu Bekr radiallahu anhu pse ka pas mundësi, prap ka më shumë ka pas dëshirë që se ka qenë një rrobë e re ti lihet dikujt që është gjallë,
sesa të përdoret për të vdekurin. Sesa të përdoret për të vdekurin. Prandaj ka thënë, kjo robe imja që është e vjetër dhe është ndotur, dhe lajeni. Pastaj kjo thotë le të përdoret, ka thënë për kjo të përdoret për qelbit që del nga trupi i njeriut kur të vdes edhe prishet trupi. Kjo ka thënë le të përdoret për të. Kjo të përdoret për të radiallahu ta'ala anhu. Pastaj thot Malik an ibn Shihab an Humayd ibn Abd الرحمن ibn Auf an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhuma أنه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. Tregon tani Maliku rahimahullah nga Abdullah ibn Amr ibn al-As që ka thënë që i vdekuri vishet me këmish dhe me izar, sikurse i gjalli, dhe mbështjellet me qefin në rrobën e tretë. E nëse s'ka për veç se një rrobë, ka thënë i mjafton thotë e rrobë si qefin. Ky është mendimi i tij, radiallahu ta'ala anhu, mirë po, veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë ndryshe, dhe ato që kanë bërë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë ndryshe, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë mbështjell në 3 qefina radiallahu ta'ala anhu dhe nuk e kanë vendos në këmish, nuk i kanë dhënë këmish radiallahu ta'ala anhu. Pastaj vazhdojmë me hadithe tjera. Thot al-mashyu amama al-janaza. Thot ecja para gjenazës. A bën të ecet para gjenazës. Thot Malik an ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yamshuna amama al-janazati wal khulafa'u wa halumma jarra wa Abdullah ibn Umar. Thot Ibn Shihabi rahimahullah tregon se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bakr dhe Umeri ecnin para gjenazës dhe khalifet e drejt edhe Abdullah ibn Umeri radiallahu ta'ala anhum kanë ecë para gjenazës. Dhe ajo çka kanë thonë ulemaja është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ecë para gjenazës, ka ecë mbrapa gjenazës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ittabi'u al-janaza, ka thënë pasojenin e gjenazës. Nga pejgamberi sallallahu ka ecë para gjenazës, ka ecë mbrapa gjenazës. Edhe s'ka gjë të keqe, edhe të ecet para, edhe të ecet mbrapa gjenazës. Pastaj vazhdon thot pastan Malik an Muhammad ibn al-Munkadir an Rabi'ata ibn Abd al-Rahman ibn Hudayr أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. Thot Abdullah ibn Hudayr thot e ka pa thot Umir radiallahu ta'ala anha duke ecë radiallahu ta'ala anha duke ecë para gjenazës, ecë para njerëzve në gjenazën e Zeynep binti Jahshit radiallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ecë para gjenazës së saj. Pastaj thot Malik an Hisham ibn Urwa أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها. قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. Thot Hisham ibn Urwa tregon nga babai i tij Urwa ibn Zubair radiallahu ta'ala anhu rahimahullah. Thot që nuk e kam pa thot baban tim kur përveç se ka ecë para gjenazës. Pastaj shkonte në Baqi'. Baqi' është në Medinë, varrezat e Medinës që janë në lindjet e xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot shkonte në Baqi', thot ulej dhe printe derisa të kalojnë ata me gjenazën dhe atë priste gjenazën. Pastaj thot Malik an ibn Shihab anhu قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. Thot Ibn Shihabi rahimahullah ka thënë që të ecet mbrapa gjenazës është gabim nga suneti, është gabim nga suneti. Mirë po ajo që ka nga hadithi është se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ecë thot
ka ecë para xhenazës edhe ka ecë mbrapa xhenazës. Bile ka në hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë al-mashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminihi wa an yasariha qariban minha. Që ka në hadith që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai që ecë të xhenazës ecë para saj, mbrapa saj, në ndjatën e saj apo në të majtën e saj. Ndërsa ka thonë warrakibu yasiru khalfa al-janaza, thotë ai që është hipur në ndonjë mjet udhëtimi, thotë ecë mbrapa xhenazës. Thotë an-nahyu an tatabu'i al-janazati binar, thotë ndalesa e pasimit të xhenazës me zjarr, me zjarr, me zjarr, që mos të ndezet zjarr që të pasohet xhenazja, nga se kjo është traditave të mosbesimtarëve, të ndezet ndonjë flakadan apo ndonjë pishtar apo diçka tjetër që të pasohet xhenazja. Thot عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. كظن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها موت عائشة رضي الله تعالى عنها تشيك أبو بكر رضي الله تعالى عنهم شكاثن إكاثن فاميلة زاتت الروبات أمينيا كرتفدست mi parfymosni rrobat me tym të parfymosur. Është një lloj druri që ndizet dhe ka erë të mirë tamjan, thot me ato thot mi tymosni me erë të mirë, aromë të mirë rrobat e mia. Pastaj thot më qitni në trup misk, hanut. Hanut është lloj misku që qitet në trupin e të vdekurit. Dhe mos më qitni mos më hodhni pastaj në rrobën time, pastaj thot hanut, thot mos parfum, mos qitni pastaj në rrobat e mia, në kefenin tim, në qefenin e tij, dhe mos më pasoni me zjarr, thot. Malik an Sa'id min Abi Sa'id al-Maqburi عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. Thot Abu Sa'id al-Maqburi tregon se Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë, ka ndaluar që të pasohet pas vdekjes së tij me zjarr, Dhe thotë kam dëgjuar Malikun rahimahullah ta urrej atë punë. Pastaj vazhdojmë me hadithe tjera. Thot التكبير في على الجنائز التكبير على الجنائز të bëhet tekbir në xhenazë. Tekbiru thot Allahu Akbar në xhenazë. Dhe kur të falet namazi i xhenazës të thuhet Allahu Akbar. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala thot që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I ka emëruar shokët e vet për vdekjen e Nejashijut. Nejashiu thot që ka qenë prisi I Etiopisë që ka pranuar Islamin në mënyrë të fshehtë, dhe ka vdekur si musliman. Dhe në atë ditë që ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka emëruar sahabit e tij për vdekjen e tij. Dhe ka dalë thot në musalla, në vendfaljen e Bajramit, që është jashtë xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka bërë saf njerëzve dhe I ka bë 4 tekbire. 4 ka bë Allahu Akbar në xhenazën e tij, në xhenazat el-ghaib, thon xhenazën që ka në mungesë, xhenazën e mungesë që ka falë të Nejashiut radhiyallahu wa rahimahullah. E kjo është falja e xhenazës njeriu në ghaib, thot nëse një musliman vdek në një vend kufrit apo në vend të caktuar edhe nuk ka prej muslimanëve që ja falin xhenazën, nuk ka dikur që ja fal xhenazën, atëherë në atë rast çfarë bëhet? I falet xhenazja el-ghaib, thot xhenazja në mungesë, xhenazja në absencë, atëherë I falet në atë mënyrë xhenazja atij muslimani. Malik an ibn Shihab an Abi Umama ibn Sahl ibn Hunayf أنه أخبره
أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها، فخرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف الناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات، أكبر 4 تكبيرات. Ebu Umama ibn Sahel radiallahu ta'ala anhu thotë që një miskine, një grua e varfër, një e varfër, ndër ka në transmetime tjetër që ka qenë një njeri zezak, thotë që ka qenë i sëmur. Dhe Rasulullah s.a.s. ka dëgju për sëmurjen e saj. Dhe Rasulullah s.a.s. i vizitante të varfrit dhe miskinat, dhe pyeste për ta. Atë Rasulullah s.a.s. ka thënë, kur të vdes, kjo, thot, më lajmëroni. Thot, dhe ka vdekur ajo dhe ka ndalë me xhenazën e saj natën. Nuk e kanë lajmëruar pejgamberin s.a.s. dhe s'kan dashur që ta zgjojnë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur zgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është njoftuar për atë çfarë ka ndodhur me të. Thot, atë Rasulullah s.a.s. ka thënë, a nuk ju kam thënë të më lajmëroni? I kanë thënë, ja Rasulullah, urrejtëm që të nxjerrim ty natën dhe të zgjojmë nga gjumi. Atë Rasulullah s.a.s. ka shkuar te varri i saj dhe i ka bërë saf sahabit te varri i saj dhe i ka bërë 4 tekbire. Thotë ja ka fal xhenazën te varri i saj. Çka përfitohet nga ky hadith? Nga ky hadith përfitohet që pejgamberi s.a.s. ka qenë shumë i kujdesshëm për njerëzit. Dhe i ka dashur të gjithë njerëzit, të varfrit apo të pasurit, radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe në këtë rast, pasi që s'ka mujt me mri xhenazën e asaj, radhiyallahu ta'ala anha, ka shku dhe ka fal xhenazën e asaj te varri i saj. Kjo është prej gjërave që ku lejohet të falet namazit të vorrët, është në rastin e xhenazës, nëse dikush nuk e ka mujt me fal xhenazën, atëherë bën me fal xhenazën e atij personi te varri i tij. Për shembull, nuk e mujt mja fal xhenazën dikujt, me ke pas çak mja fal xhenazën, s'ke mujt me mri, atëherë shkon te varri i atij personi dhe aty te varri ja fal xhenazën aty te varri. مالك عن أنه سأل ابن شهاب عن رجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه قال يقضي ما فاته من ذلك. Maliku thotë e ka pyet Ibn Shihabin radhiyallahu an, imamin e tabiinëve, dhe i ka thënë ka pyet për një njerëz që i mrin disa tekbire të namazit të xhenazës dhe i humbin disa tjetër. Për shembull, namazi i xhenazës ka 4 tekbire. Pse më ke mrin 1 tekbir, 2 tekbire, çfarë më bë? Ka thonë, yaqdi ma fatahu min dhalik, i bën kaza ato që i kanë bërë. Thotë, për shembull, kur t'jap selam imami, ky bën edhe 1 rekat, 2 rekate që kanë mbet pa i bë. Dhe është në atë mënyrë e vazhdon, thotë, sikurse kur të humbën diçka nga namazi tamam. Tani thotë, ma yaqulu al-musalli ala al-janaza. Çfarë thot ai që falet në xhenazë, thot. Ai që fal xhenazën çfarë të thot? Ai që fal xhenazën, ose të mirë, xhenazës është namaz, dhe nuk ka namaz pa leximin e Fatihas. Prandaj në namaz të xhenazës, në rekatin e parë, në tekbirin e parë, mas tekbirit të parë do të lexohet Fatiha. Mas tekbirit të dytë bëhen salavat në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mas tekbirit të tretë bëhen duaja për të vdekurit. E pastaj pas këtyre
Japet selam. Tash مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه رضي الله رحمه الله أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أبو سعيد المقبري e ka pyet Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu se si falësh gjenazën, si e fal gjenazën. Dhe Ebu Hurajra radhiyallahu ka thënë pasha Allahun, unë do të njoftoj, do të tregoj. E pasoj thot prej shtëpisë së tij, prej kur del nga shtëpia e tij. Dhe kur të vendoset në vendin ku I falet gjenazja, bëj tekbir. Dhe e falenderoj Allahun, e bëj hamd Allahun, të kënoj surën Fatiha. Dhe bëj salavat mbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do të mas tekbirit dytë bëj salavat. Pastaj them: O Allah, ky është robi yt. Dhe biri I robit tënd. Dhe biri I robreshës tënde. Dëshmonte la ilaha illa ant. Dëshmonte se s'ka të adhuruar me të vërtetë përveç teje. Dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I yti. E ti e din më mirë punën e tij. O Allah, nëse ky ishte I mirë, shtoja mirësinë. O Allah, nëse ky ishte I mirë, shtoja mirësinë. E nëse ishte I keq e gabimtar, falja gabimet. O Allah, mos na ndalo shpërblimin e tij. Dhe mos na bë fitnë pas tij. Kjo është një prej formave të duas për të vdekurit. Malik عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد من المسيب رحمه الله يقول صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر Said ibn Musayyab thot jam fal mbrapa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kur aja falte xhenazën një sabis, një fëmijë të vogël, thot fëmijë që nuk ka bërë thot asnjë të keqe kurr. Thot edhe kam dëgjuar duke thënë Allahumma a'idhhu min 'adhab al-qabr. O Allah, ruaje nga dënimi I varrit. Allahumma a'idhhu min 'adhab al-qabr. O Allah, ruaje nga dënimi I varrit. Në këtë mënyrë është lut për të vdekurin që kanë qenë prej fëmijëve që nuk kanë qenë akoma në pubertet, nuk kanë arritur akoma pubertetin. Po ashtu thot حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. Thot Maliku ka dëgjuar nga Nafi që Abdullah ibn Umeri thot nuk lexonte në namazin e xhenazës, nuk lexonte në namazin e xhenazës. Ky është mendimi I atyre që thonë që në namaz të xhenazës nuk lexohet Kur'an, mirë po hadithet e vërteta dhe ngjarjet e sahabëve pejgamberit tregojnë që knohet Fatiha nga se pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Me këtë përfundojmë për sot. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Shihim në dersin e ardhshëm të martën në të njëjtën kohë. Më duket ishte një pyetje, kush ka dhënë selam I themi aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shumë pas që një pyetje, më duket se ishte një pyetje. Po, Gjemal Berisha po thot
Selam aleikum, aleikum salam, shpresoj që jeni mirë. Kështu, nëse një musliman e bën një vepër të mirë në dunjë dhe e merr shpërblimin e asaj vepre në këtë dunjë, a shpërblet edhe në ahiret për atë vepër që ka kryer shpërblimin? Nëse qëllimin e ka pas për Allahun subhanahu wa taala, po e merr shpërblimin. A nëse ka pas qëllimin për sy e faqe për njerëzit, do të qëllimin e ka pas vetëm për njerëzit, atëherë nuk ka diçka te Allah, por do të dënohet te Allahu subhanahu wa taala. Do të dënohet te Allahu subhanahu wa taala. Për shembull, vllazërit mirë, kur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë bërë xhihad fi sabilillah, dhe kanë shiruar vendet, ata kur kanë bërë xhihad kanë marrë ganimete, kanë marrë thot prej atë luftës, kanë marrë në ato luftra, bile ka pas prej atë luftës që kanë qenë shumë pasuri të mëdha, të kanë arritur diçka shpërblime në këtë dunjë, mirë po kanë pasur shpërblimet e Allahu subhanahu wa taala. A nëse dikush i bën këto punë të mira, thot, namazin, kërkimin e diturisë, leximin e Kuranit për njerëzit, që njerëzit ta lëvdojnë, që njerëzit thonë ky filani është i gjymërt, filani është trim po lufton, filani po fal shumë namaz, ta s'kan problem asgjë te Allahu subhanahu wa taala, bile xhenami do të ndizet me ta. Allahu e di më së miri. Me këto po përfundojmë. Sallallahu alaihi wasallam, baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu